Dhe kjo për mu ka qenë fundi, edhe fillimi, u kry, do thotë besimi plot, bindja plot në... Po këthejmë prapë të ajo personalje që e përmenda në fillim. Po më intereson me ditë, a e mban mend dhe atë kujtohet kur ke fillu me praktiku namazin edhe agjerimin për herë të parë, edhe a e mban mend ndjesin cila ka qenë? Unë tash se kom jetu një familje besimtare dhe një familje e cila ka respektu normat islame në maksimumin e mundshëm. Unë vetë, përveç faljes aty këtu, deri në moshën e studimeve, nuk kom qenë praktikuesi i rregullt i namazit në shkollën e mesme. Gjatë studimeve në fakultetin e mjekësisë, kanë fillu veç të më paraqiten ato nevojat edhe shpirtërore me mdalën sipërfaqe çdo herë më tepër, ndërsa për tu ingranut, them ashtu, plotësisht në jetën fetare edhe në jetën në cilën i jep rëndësi edhe për kushtimin shpirtëror, ka qenë koha kur kam qenë në specializim në Zagreb, në vitin e fundit të specializimit në lamin e neuropsikiatrisë dhe atje kom pas rastin me edhe kohë ma tepër për të lexu natyrisht librin e shenjtë të Kuranit, por edhe veprat e tjera të cilat kanë qenë të ndërlidhura. Dhe ta them një rast kemi qenë në një darkë te një kolege jona në Zagreb dhe gjatë darkës e ma tregoi bibliotekën e saj, biblioteka e saj shumë e pasur, unë gjuhën serbo-kroate e kom ditë shumë mirë se studimet e kemi kry gjysmën e ma tepër në këtë gjuhë dhe po e shoh një libër Bhagavad Gita. Edhe po marrë për lexoj kur atyre që qeni përkthym edhe po e shoh kjo tash libri i shenjtë i hinduzëve. Do thot para 5000 vjete, 5000 vjet para erës së re. Edhe marrë edhe e lexoj atë libër dhe ku po e shoh verzuset ato vargjet e librit me citate nga Kurani, e njëjta gjuhë, e njëjtat fjalë, njëjtat porosi. E luta kolegen Mashtrović, ka qenë specialiste mjekësisë nukleare, ka qenë, edhe luta tash, bën ma jap tash këtë libër, pak disa ditë ta lexoj. Dhe me knatësi madha, unë i hyra asaj dhe e parë se bëhet fjalë për një pjesë natyrisht të një librit të shenjtë që në atë kohë ka ardhur atij populli dhe ka qenë me përmbajtje këtë ngjajshëm me Kur'an. Dhe kjo për mua ka qenë fundi, edhe fillimi, u kry, do thotë besimi plot, bindja plot në fjalën e vërtet të Kur'anit, të Zotit Madhëreshëm në Kur'an, mori përmasa të tilla që influencoi fuqishëm edhe angazhimin tim intelektual dhe profesional ma vonë, edhe u paraqisi themeli i këtij angazhimi dhe fillova me namaz të rregullt në Zagreb. Qysh në Zagreb dhe natyrisht përjetimet e para kanë qenë të veçanta. Agjerimi ma herët në familje, natyrisht, por agjerimi në kuptim plot fjalës me bindjet plot dhe me njohuri të thella dhe me përkushtim maksimal fizik, psikik dhe shpirtëror prej asaj kohe. Si e përjetoni raportin tuaj personal me Zotin, doktor? Si gjën më të vlefshme në jetën time. Një marrëdhënie bazike, një marrëdhënie themelore, një marrëdhënie prej cilës nis çdo gjë dhe para së cilës nuk ekziston asgjë tjetër. Pra, e reflekton, do thot, momentin e hyrjes së shpirtit në trupin tim, prej asaj kohe sa kom qenë në barkun e nanës time, e matuti. Do thot, raporti me Zotin është themelor, është bazik. Dhe për fat, unë e falenderoj krijuesin gjithmonë edhe them, ajo fjalët Rahman e Rahim, i mëshirshëm unë aty e shoh. Mëshirën e shoh ajo që na ka jap librat e shenjtë, prej cilëve mujmë me mësu se si duhet të jetohet e si duhet të jemi në rrugën e tij. Prandaj tu i falenderoj librat e shenjtë të tij në radhë parë Kuranit famuljar.
dhe natyrisht haditheve të pejgamberit ton, Muhamedit alayhis salam, i cili natyrisht e ka jetësu Islamin me jetën dhe veprën e tij. Unë kum pas mundësi që të jem në shërbim të krijuesit, duke qenë i kujdesshëm në radhë parë ndaj shpirtit tim, mandej ndaj trupit tim dhe ndaj trurit tim, ndaj mendjes time. Pra, vetëm nëpërmjet marrëdhënies me Zotin, unë kam mujt me qenë gjithëpërfshirës në jetën time. Mas pari ndaj vetes, ndaj pjesëve të personalitetit tim, qenjes time fizike dhe shpirtërore, pra trupore, mendore dhe shpirtërore, e mandej edhe në relacion me rrethin tim, me familjen edhe me shoqërinë në përgjithësi. Pra marrëdhënia me Zotin është elementare, është kuptimi i jetës time, dhe kuptimi i jetës time është me mujt sa ma tepër, me qenë në shërbim të kësaj marrëdhënie, me qenë sa ma brenda atyre udhëzimeve të cilat krijuesi na i ka dhënë si njerëzi, si civilizim njerëzor, që t'i përmbushim për gjatë jetës tonë, në këtë mënyrë duke qenë dobishëm për veti, mas pari, familjet tona, shoqërinë edhe mbar njerëzimin.